Vlora prej vitesh vijon të mbetet ende pa një treg se ku të tregtohet gjë e gjallë. Tregu në hyrje të qytetit vijon të jetë në të njëjtin realitet ndër vite me radhë. Kushtet infrastrukturore mbeten ende mesjetare, të papërshtatshme për funksionimin e një tregu. Ai mund të quhet çfarëdo lloj gjëje tjetër, veç se një treg nuk mund të jetë. Këtë e vërtetojnë fare mirë kushtet që sot në Vlorë tregtohet gjë e gjallë. Ky vend që po shihni në pamje është i përcaktuar për shitjen aty të pulave dhe të gjelave të detit, shpendëve të tjerë të ndryshëm, por edhe bagëtive. Siç dallohet edhe nga pamjet, tregtarët që e vazhdojnë aty aktivitetin përgjatë gjithë vitit në numër janë tepër të ulët, por në fund vit, për shkak edhe të festave përgjatë dhjetorit, numri i tyre rritet ndjeshëm, duke pushtuar gjithë segmentin rrugor, por edhe një pjesë të trotuarit. Ata i shesin këto produkte mes rrugës, duke rrezikuar në radhë të parë jetën e tyre në një segment ku makina qarkullojnë edhe me shpejtësi. Nga ky aktivitet, nga ana tjetër, penalizohet edhe vetë segmenti rrugor, një prej rrugëve lidhëse të qytetit, e cila kryesisht përgjatë dhjetorit pushtohet nga tregtarët, duke ndikuar aty edhe në qarkullim. Ata vendosin disa arka në rrugë, apo parkojnë automjetet për të shitur pranë rrugës gjën e gjallë, pa një vend të posaçëm mes sheshit, plurit dhe papastërtive. Nuk kanë asnjë stre se ku mund të qëndrojnë dhe vetë tregtarët gjatë ditëve me reshje shiu apo të mbrohen nga dielli i fortë. Duhet ndërhyrje me patjetër nga pushteti lokal për ndërtimin e një tregu të gjithë së gjallë. Tregu aktual duhet larguar prej hyrjes së qytetit nga një vend i papërshtatshëm totalisht, teksa për tregtarët duhet krijuar një vend me të gjitha kushtet bashkëkohore që mund të lehtësohet edhe aktiviteti i tyre i përditshëm, duke ju ofruar kushtet e duhura, të cilat mbi të gjitha i meritojnë t'i kenë. Vlora meriton të ketë nga ana tjetër një treg të gjithë së gjallë me kushte të larta për shkak edhe të zhvillimit të qytetit, i cili duhet jetë i përshtatshëm për çdo, por mbi të gjitha për çfarëdo lloji aktiviteti, kryesisht tregtar.